Një njeri I mirë nuk jeton më. Një njeri me vlera të jashtëzakonshme, një personazh I cili rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar jetën e të tjerëve nuk është më në këtë botë. Bëhet fjalë për një personazh I cili ditët e fundit ka qenë qendër të vëmendjes, Dom Kelment Spaçi. Dom Kelment Spaçi ndroi jetë 48 orë më parë, thuajse në vigjilje të Pashkëve Katolike. Ai ka lindur në vitin 1962, ishte 64 vjeç. Në fakt, gjatë këtyre 64 viteve që ai ishte përkushtuar me devocion besimit katolik dhe Zotit, ai u bë dëshmitar dhe protagonist I ngjarje të jetë rëndësishme, për të mos thënë të jashtëzakonshme të historisë shqiptarëve. Një ngjarje në cilën ai nuk ishte thjesht një dëshmitar, por një protagonist madje në nivele dhe me një kurajo të jashtëzakonshme. Dom Kelment Spaçi, me origjinë nga Spaçi I Mirditës, që kishte jetuar gjithë jetën e tij në Kosovë, ishte prift I kishës katolike të Glogjanit në zonën e Pejës në vitin 1999. Historia e tij në fakt është e jashtëzakonshme. Në mars të vitit 1999, 24 mars të vitit 1999 filloi bombardimi nga NATO I ish Jugosllavisë. Ndërkohë forcat paramilitare dhe ushtarake serbe rrethuan shqiptarët kudo që ishin dhe tentuan t'i nxjerrin ata jashtë Kosovës apo masakruan një pjesë shumë të madhe të popullatës në të gjitha zonat e Kosovës. Në 4 prill vitit 1999, 10 ditë pasi kishin nisur bombardimet, serbët morën 12 burra të fshatit, I rreshtuan në një mur dhe vendosën t'i ekzekutonin, t'i pushkatonin. Prifti, I cili Dom Kelment Spaçi, u fut mes tyre dhe ushtarëve. Ai u vendos në një rresht me burrat e tjerë dhe deklaroi se nëse serbët do të pushkatonin ata burra, le të qellonin të parin mbi të. Siç thot ai u vendos midis një automatiku të një ushtari serb dhe njërit prej burrave shqiptar, që e kishin minutat e jetës numëruara. Për një çudi, serbët vendosën të tërhiqen. Ata nuk donin të vrisnin një prift katolik dhe mbi të gjitha nuk donin të bëheshin, pra të kishin një prift dëshmitar të një masakre të këtyre përmasave. Ata u toroqën, por ishte vetëm përkohësisht. Pak ditë më pas ata u kthyen sërish për të marrë popullatën civile. Popullata civile ishte mbyllur në kishën e Glogjanit. Bëhet fjalë për dhjetra, ndoshta qindra njerëz, të cilët të trembur kishin një shpresë të fundit, shpresën që në shtëpinë e Zotit nuk do t'i merrnin prandej. Ushtarët serb trokitën, kërkuan priftin dhe I kërkuan atij që të ndante me vete myslimanët nga katolikët. I thanë ti mund t'i mbash besimtarët e tu në kishë, po ti duhet nxjerrësh, I detyruar të nxjerrësh jashtë të gjithë burrat dhe gratë dhe fëmijët mysliman. Me ta do të merremi ne. Prifti nuk pranoi. Ai zuri derën e kishës dhe deklaroi, nëse bëhet fjalë për të vrarë dikënd, nëse bëhet fjalë për të marrë dikënd, më merrni mua të parin. Unë nuk kam këtu as musliman, as katolik, as ortodoks. Unë kam njerëz të pafajshëm, njerëz që nuk meritojnë të vriten, njerëz cilët duhet të jetojnë sepse nuk kanë bërë asnjë faj. Shumica janë gra dhe fëmijë. Kur serbët kërcënuan që do të hynin brenda dhe të rrëmbenin me forcë, do të merrnin atë të parin, deklaroi: qelloni mbi mua, më vrisni mua të parin, vrisni stafin tim dhe pastaj mund të merrni besimtarët që janë në këtë kishë. Mbas disa orësh presioni, mbas një rrethimi të gjatë të kishës, serbët vendosën sërish të tërhiqen. Ata I lanë, po quaj banorët e zonës brenda kishës, të cilët jetuan aty për javët në vijim, me shpresën e vetme që serbët nuk do ktheheshin më dhe që prifti kishte arritur të bënte, Dom Kelmendi kishte arritur të bënte një mrekulli. Ti mbante serbët, forcat ushtarake dhe paramilitare serbe larg. Njëkohësisht ai bëri dhe një gest të tretë, I cili ka mbetur në kujtesën e gjithë banorëve. Në kohën e Ramazanit, kur bombat shpërthenin në gjithë anët dhe kur besimtarët nuk e dinin se kur ishte syfyri dhe kur ishte iftari, ai vendosi t'i binte këmbanave të kishës 2 herë në ditë, në kohën e iftarit dhe në kohën e syfyrit dhe në kohën e iftarit, në mënyrë që besimtarët të mundin të kryenin ritet e tyre gjatë Ramazanit. Ai e kreu këtë gjest pa qenë kurrë protagonist. Shumë veta I kërkuan intervista, Sky News, një prej mediave kryesore britanike të asaj kohe, foli për një mrekullim, ajo foli për një prift I cili në zonën e Glogjanit arriti të shpëtojë qindra civil sepse I vuri gjoksin automatikëve serb duke deklaruar:
njerëzit janë të pafajshëm. Këtu nuk ka njerëz besimeve të ndryshme. Këtu ka njerëz të cilët ndaj të cilëve nuk mund të qelloni. Historia e tij e tërisht në fakt ishte publike në Kosovë, ai dha pak intervista. Ai ka dhënë intervistë për Euronewsin, ju mund ta ndiqni për gazetaren Esmeralda Mule, ai ka dhënë 2-3 intervista të tjera për mediat, por në përgjithësi ai e ruajti brenda vetes këtë gjest të jashtëzakonshëm. Ndroi jetë në moshën 64 vjeçare, 2 ditë më parë, në një ditë të shenjtë për besimtarët katolik në prag të Pashkëve katolike. Në fakt pati shumë reagim për të, mediat e Kosovës shkruajtën pothuajse të gjitha. Ai ishte një personazh i rrallë, një nga ato personazhe të cilët në vitet e luftës, sidomos në muajt e luftës, se nuk ishin vite, po edhe gjatë viteve të përplasjeve, kryen heroizma të heshtura, që njerëz cilët ndihmuan njerëz tjerë, që njerëz cilët rrezikuan jetën e tyre. Ai e vendosi gjoksin e tij përpara tytës automatikut i bindur se mund ta qellonin çat moment, por ai ishte i bindur që nëse kishte edhe një mundësi të vetme që të shpëtonte qoftë edhe një qytetar, do ta bënte këtë duke rrezikuar edhe jetën e tij. Iku nga kjo botë, sikur të thash, pa ndonjë zhurmë të madhe, pa ndonjë mburrje të madhe. Unë nuk e di nëse në Kosovë dikush do të vendosë një monument tij. Jam i sigurt që gjithë ata qytetarë që ka shpëtuar do të shkojnë një ditë, do të rikthehen sërish tek ajo kish ku jeta ishte në fijen e perit dhe ku kurajoja e këtij prifti i mbajti gjallë. Sikur se thash, ai vinte nga Mirdita, të paktën kaq di se nuk është se kam pasur më shumë informata, nuk më ka qelluar të takoj gjatë këtyre viteve të post luftës, po e kam dëgjuar disa herë historinë e tij të rrallë. Është histori e jashtëzakonshme në fakt, jo vetëm e njerëzve të besimeve, por e njerëzve që në kohë lufte kanë këtë kurajo. Po i kujtoj këtu kurajon e jashtëzakonshme të shqiptarëve për shpëtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore në të gjithë territorin e Shqipërisë, për t'i mbajtur ata në shtëpitë e tyre. Në këto zona të Vlorës, shumë prej tyre janë strehuar për të mos rënë në dorën e gjermanëve që do t'i çonin në kampet e përqendrimit. Duhet keni parasysh se sa qytetarë tjerë të Kosovës u bën buroj për të mbrojtur banorët e tjerë të fshatrave dhe qytetarë tjerë. Histori të tilla janë të shumta, por gjithsesi, historia e Dom Kelmend Spaqit është një nga më të veçantat. Sot mbetet vetëm them u preht në paqë ky njeri kaq i mirë, ky njeri me kaq virtyte, ky njeri kaq i rrallë, i cili vendosi të sakrifikonte jetën e tij, edhe pse shpëtoi, për shpëtuar jetën e shumë qytetarëve të tjerë të pafajshëm. Ndaj u preht në paqë dhe paqja qoftë me të, me Dom Kelmend Spaqin, një burr me origjinë nga Spaqi Mirditës, i cili ja dedikoi jetën e tij Zotit dhe që në 4 prill vitit 1999 dhe në javët të vijim u bë protagonist i një ngjarje të trisht, por njëkohësisht protagonist për t'i shpëtuar jetën grave, fëmijëve, burrave të pafajshëm. U prefshën paqë Dom.